Hoxh i gjatë historisë, a ka pas njerëz të tillë dhe cili ka qenë përfundimi i tyre? Allahu subhanahu wa taala krijoi Ademin dhe Havan. Pra mashkullin dhe femrën. Njerëzit, bijtë e Ademit a.s. vazhduan të ishin në këtë rrugë. Pra bënin mëkate të tjera, por jo këtë mëkat. Derisa vjen populli i Lutit a.s. Zoti i gjithësisë e përmend ngjarjen e popullit të Lutit në Kur'an, ku thot Allahu i lartësuar, dhe kur Luti i tha popullit të tij, ju pra bëni një paturpsi që askush për njerëzve nuk e ka bërë më parë. Ju i afroheni me epsh meshkujve në vend të femrave. Më pas tregon Zoti i gjithësisë ngjarjen e popullit të Lutit, ku pra Luti a.s. i tha, pra ju i afroheni meshkujve në botë dhe lini femrat, siç kuptohet pra. Po ashtu përmend Zoti i gjithësisë se Luti a.s. i këshilloi. Por ata çfarë thanë? Ishin njerëz tepër agresiv. Dhe i thanë, pra nëse nuk hesht, do të nxjerrim. Përfundimi i këtij populli ka qenë përfundimi më i rëndë, pra që është dënuar ndonjë popull në botë. Allahu i lartësuar e përmbysi tokën, vendin e tyre, dhe Zoti i gjithësisë ju dërgoi atyre për dënim gur prej balte të thatë. Allahu na ruajt. Ky ishte populli i Lutit, pra si shembull për gjithë ata të cilët kërkojnë devijim, kërkojnë pra perversitet, kërkojnë devijim nga natyrshmëria dhe ndryshim të asaj natyrshmërisë që i ka krijuar Allahu i lartësuar njerëzit.